Vazhdojnë me sistemet e mbështetjes së vendimit, pra me DSS-t, në rast se do t'i përkufizonim, pra çfarë është një sistem i mbështetjes së vendimit, do të jetë sistem interaktiv i bazuar pikërisht në software, të cilët kanë për qëllim të ndihmojnë menaxherët në vendimmarrje, duke mundur të aksesojnë vëllime të mëdha të informacionit të gjeneruar nga sisteme të ndryshme të informacionit të lidhur, përfshirë në proceset organizative të biznesit, siç janë sistemi i automatizimit të detyrave apo sistemi i përpunimit të transaksioneve. DSS-ja përdor informacionin përmbledhës, përjashtues, modelet apo tendencat duke përdorur modele analitike. Pra një sistem i mbështetjes së vendimeve ndihmon në vendimmarrje, por jo domosdoshmërisht jep pra një vendim vet. Marrësit e vendimeve përpilojnë informacione të dobishme nga të dhënat të papërpunuara, nga dokumente, njohuritë personale apo modelet e biznesit për të identifikuar dhe për të zgjidhur problemet dhe për të marrë vendimet. Vendimet do të mund t'i klasifikojmë në vendime të programuara dhe jo të programuara. Tek vendimet e programuara, atëherë do të përfshijmë vendime të cilat janë në thelb pra proceset automatizuara, punë e përgjithshme rutinore ku mund të përfshijmë këto vendimet të cilat janë marrë disa herë dhe ndjekin disa udhëzime ose rregulla. Për shembull, zgjedhja e një niveli riorganizim për inventarët apo pra ky është një shembull, pra zgjedhja e inventarit, pra është një vendim i programuar. Vendimet jo të programuara ndodhin në situata të pazakonta dhe jo të adresuara, kështu që do të ishte një vendim i ri, nuk do të kishte rregulla që duhet të ndiqen. Këto vendime merren bazuar në informacionin e disponueshëm dhe këto vendime gjithashtu bazohen në maturinë, instinktin, perceptimin apo gjykimin e menaxherit. Për shembull, investimi në një teknologji të re është një vendim jo i programuar. Sistemet e mbështetjes së vendimeve zakonisht përfshijnë pra këto lloj vendimesh, jo të programuara. Atëherë, përmendim këtu, pra identifikojmë disa prej cilësive ose atributeve të një DSS-je. Atëherë, përfshijmë këtu përshtatshmërinë e sistemit apo fleksibilitetin që ai ofron, gjithashtu ofron një nivel të lartë të ndërveprimit, bashkëveprimit, ofron lehtësi në përdorim, gjithashtu ofron efikasitet dhe efektivitet, do t'i shohim se ku ndryshojnë këto nga njëra tjetrën, ofron një kontroll të plot nga vendimmarrësit, kanë një lehtësi, pra ofron një lehtësi në zhvillim, extend ability, pra mendoj si aftësia e një sistemi softwareik për të mundësuar për të pranuar një shtrirje të konsiderueshme të aftësive të tij, pra një zgjerim të aftësive, pa patur mundësi pra parishkrim të madh kodit apo ndryshime në arkitekturën e tij themelore. Ofron mbështetje për modelimin dhe analizë, ofron mbështetje për aksesin e të dhëna, apo pra mund të konsiderohen si sisteme të pavarura, të integruara, të bazuara në web. Karakteristikat e një DSS-je, atëherë, ofrojnë, pra janë sisteme të suportit, pra të mbështetjes në procesin e vendimmarrjes, pra ofron një mbështetje për vendimmarrësit në problemet gjysmë të strukturuara dhe pa strukturuara, ofron një mbështetje për menaxherët në nivele të ndryshme menaxheriale, duke filluar që nga drejtuesit më të lartë deri tek menaxherët e linjave, pra që janë përgjegjës për menaxhimin e punonjësve apo burimeve, për të arritur qëllime specifike funksionale ose organizative. Kemi mbështetje për individ apo grupe, pra që konsiderohet Group Decision Support Systems, pra sistemet të suportit të vendimmarrjes pra të grupeve, ku problemet më pak të strukturuara shpesh kërkojnë përfshirjen e disa individëve nga departamente apo nivele të ndryshme të organizatës. Ofron gjithashtu këto sisteme mbështetje për vendime të ndërvarura apo vendime sekuenciale, ofron mbështetje për inteligjencën, modelimin, zgjedhjen si dhe zbatimin, implementimin, mbështetje tjetër që ofron pra për shumëllojshmëri të proceseve dhe lloje të ndryshme të vendimeve. Gjithashtu këto sisteme janë adaptuese, pra përshtaten me kalimin e kohës. Disa prej përfitimeve që sjellin pikërisht këto sisteme, pra përdorimi, aplikimi i këtyre sistemeve është sepse përmirëson efikasitetin si dhe shpejtësinë e aktiviteteve të vendimmarrjes,
Gjithashtu, këto sisteme rrisin kontrollin, konkurrencën apo aftësinë e vendimarrjes në organizat, pra e përmirësojnë këtë gjë, lehtësojnë komunikimin ndërpersonal, inkurajojnë të mësuarin apo trajnimin, meqense përdoren kryesisht në vendimet jo të programuara, gjithashtu zbulon qasje të reja, si dhe vendos prova të reja për një vendim të pazakontë, dhe gjithashtu përfitimi tjetër sepse ndihmon në automatizimin e proceseve menaxheriale. Pra, thjesht përmendim disa përfitime. Nëse do të përfshinim komponentët, pra përbërësit e një sistemi të suport të vendimeve, të vendimarrjes, përfshim këtu sistemin e menaxhimit të databazave, database management system. Atëherë për të zgjidhur një problem, të dhënat e nevojshme të vinë nga databaza të brendshme ose databaza të jashtme. Në një organizat, të dhënat e brendshme gjenerojnë nga një sistem, siç janë TPS-t apo MIS-i. Të dhënat e jashtme nga ana tjetër vijnë nga një larmi burimesh, siç mund të jenë gazetat, shërbimet online të dhënave, nga bazat të dhënave financiare, marketingu apo burimet njerëzore. Për të kaluar te komponenti i dytë, pra që është sistemi i menaxhimit pra të modelit, i cili çfarë bën, ruan dhe akseson modele pra në mënyrë që menaxherët të mund të përdorin këto modele për të marrë vendime. Modele të tilla përdoren për projektimin e mjeteve prodhuese, për analizimin e shëndetit financiar të një organizate apo parashikimin e kërkesës së një produkti apo shërbimi. Komponenti i tretë përfshin në toolset mjetet mbështetëse, ku mjetet mbështetëse, pra siç janë, pra mund të përfshin ndihmat online, menut pull down, ndërfaqet e përdoruesve, analizat grafike, menaxhimi i korrigjimit të gabimit, si dhe lehtëson ndërveprimin të përdoruesit pikërisht me sistemin. Këto toolse. Pra këto janë tre komponentët kryesorë të një DSS dhe çfarë konkretisht, pra çfarë bën secila prej këtyre komponenteve. Për të kaluar te disa tipe ose lloje të DSS-ve, pra përfshim disa lloj sistemesh, ku së pari mund të përfshin sistemin e analizës apo investigimit të gjendjes, pra janë sisteme të cilat ndihmojnë në marrjen e vendimeve operative ose të vendimeve të nivelit të mesëm të menaxhimit, siç janë për shembull skedulime editore të punëve që kryen në makina ose operator. Dhe së dyti, kalojmë tek sistemi i analizës së të dhënave, pra sisteme të cilat kanë nevojë për analizë krahasuese dhe përdorin formula ose algoritme, për shembull analiza e rrjedhës së parave apo analiza e inventarit. Për të kaluar tek sistemi i tretë, sistemi i analizës së informacionit, ku në këtë sistem të dhënat analizohen dhe gjenerohet kështu raporti i informacionit, dhe si shembull mund të japim këtu analiza e shitjeve, sistemet e arkëtueshme të llogarive apo analizat e tregut. Kemi më pas së katërti kemi sistemin e kontabilitetit, pra ky sistem mban të dhëna rreth kontabilitetit apo informacionin e lidhur me financat, siç janë për shembull llogaritë përfundimtare të arkëtueshme, llogaritë të pagueshme e të tjera. Pra mbajnë rekordet të dhënash të aspekteve kryesore të biznesit. Dhe së fundmi, pra lloji i pestë i sistemeve të tilla, kemi sistemet e bazuar në model, pra modelet e simulimit apo modelet e optimizimit të përdorura për vendimarrje, përdoren rrallë dhe krijojnë udhëzime, instruksione të përgjithshme për funksionimin apo për menaxhimin e sistemit. Kalojmë atëherë DSS-t mbështesin, pra në krahasim nga MIS-i, mbështesin më shumë vendimarrjet jo rutin, pra të përqendrojnë në problemet që janë unike dhe të ndryshojnë me shpejtësi, për të cilat procedura për arritjen në një zgjidhje mund të mos jetë plotësisht e paracaktuar. Megjithëse DSS-ja përdor informacionin e brendshëm nga TPS-t apo MIS-i, ato shpesh sjellin informacione nga burimet e jashtme, siç janë çmimet aktuale të aksioneve apo të produkteve të konkurrentëve, pra çmimet e produkteve të konkurrentëve, dhe këto sisteme përdorin një sër modelesh, pra për të analizuar të dhënat dhe janë krijuar në mënyrë që përdoruesit të mund të punojnë në mënyrë të drejtë për drejtë me këto të dhëna. Dhe një DSS interesante, pra një shembull, pra një DSS e vogël por që është e fuqishme, është pikërisht sistemi i vlerësimit të udhëtimeve të një filiali të një kompanie të madhe amerikane, pra është dhënë si shembull,
të metaleve që ekziston kryesisht për të transportuar ngarkesa të mëdha të qenurit, naftës, mineraleve apo produkteve të gatshme për kompaninë e saj bazë. Dhe kalojmë tek skema, e cila konkretisht tregon pra skemën e një DSS-je të vlerësimit të udhëtimeve. Sistemi operon pikërisht në një kompjuter personal të fuqishëm, i cili pra përdoret çdo ditë nga menaxherët, të cilët duhet të krijojnë oferta për kontratat e transportit. Ky sistem llogarit pra vlerësimit të udhëtimeve, llogarit detaje financiare dhe teknike të udhëtimeve, ku llogaritë financiare mund të përfshijnë kostot e transportit, kostot të transportit apo të kohës, të karburantit, të punës, tarifat të mallrave për lloje të ndryshme, të ngarkesave apo shpenzimeve të portit, pra i kemi të pasqyruara në skedar të ndryshëm. Pra detajet teknike përfshin një mori faktorë si kapaciteti i ngarkesave, tani edhe shpejtësia, distancat e portit, konsumi i karburantit, pra skedar që përmbajnë pikërisht këto dhëna, modelet e karburantit e ujit, modelet e ngarkimit, pra vendodhja e ngarkesave për portet të ndryshme. Pra ky sistem varet shumë nga modelet, pra modelet analitike të databazës. Sistemet e tjera që mbështesin vendimarrje jo rutinë janë të drejtuara më shumë nga të dhënat, duke u përqendruar në nxjerrjen e informacionit të dobishëm nga sasitë të mëdha të dhënave. Atëherë të gjitha sistemet e menaxhimit që sapo kemi përshkruar janë sisteme për inteligjencën e biznesit. Pra, thjesht si termi inteligjencë e biznesit, pra konsiderohet term bashkëkor për të dhënat dhe mjetet e softwareit për organizim, analizim apo sigurim të aksesit në të dhëna, duke ndihmuar kështu menaxherët dhe përdoruesit e tjerë të ndërmarrjeve të marrin vendime më të informuara. Atëherë, cilësojmë, duke qenë se shpjeguam sistemet e menaxhimit të informacionit dhe sistemet e mbështetjes së vendimarrjes, pra të bëjmë ndryshimin ose dallimin midis këtyre dy sistemeve. Atëherë sistemi i menaxhimit të informacionit, pra një program i bazuar në kompjuter, i cili ndihmon përdoruesit të marrin vendime bazuar në informacionin të pranishëm në sistem. Ndërsa sistemet e suportit ose mbështetjes së vendimeve gjithashtu ndihmon në marrjen e vendimeve, përdor teknologjitë e komunikimit, të dhëna, dokumentet për të identifikuar problemet apo finalizuar vendimet. Dhe për të dhënë ndryshimet konkrete pra midis këtyre dy sistemeve kemi të pasqyruar në tabel disa prej ndryshimeve kryesore, ku përmendim detyra kryesore e sistemeve të menaxhimit të informacionit, pra identifikon informacionin e kërkuar, pra konkretisht tek sistemet e menaxhimit, dhe sistemet e suportit, pra identifikon mjetet që do të përdoren në procesin e vendimarrjes. Pra në njërin kemi informacionin, në tjetrin mjetet që përdoren. Fokusi në lidhje me efikasitetin dhe efektivitetin, pra është sistemi i menaxhimit të informacionit që fokusohet pikërisht në efikasitet, ndërsa sistemi i suportit të vendimarrjes është e përqendruar pikërisht në efektivitet. Dhe për të bërë dallimin midis efikasitetit, pra që ne thamë, apo efektivitetit, efikasiteti pra i referohet asaj se sa mirë është bërë diçka, pra efikasiteti ka të bëjë me bërjen e gjërave në mënyrë optimale. Për shembull, ti bësh ato në mënyrën më të shpejtë ose më pak të kushtueshme. Mund të jetë gjë e gabuar, por që bëhet në mënyrë optimale. Ndërsa efektiviteti nga ana tjetër i referohet asaj se sa e dobishme është diçka, pra ka të bëjë me bërjen e detyrës së duhur, përfundimin e aktiviteteve si dhe arritjen e qëllimeve. Pra në rast se do të bënim një diferencim. Tek lloji i databazës që përdorin, pikërisht MIS-i përdor një bazë të dhënash pra bazat të dhënave të korporatave, ndërsa sistemet e suportit të vendimeve atëherë përdorin databazat speciale. Një ndryshim tjetër është tek të dhënat, pra ku MIS-i është i përqendruar pikërisht tek ruajtja e të dhënave, ndërsa DSS-t janë të përqendruar në manipulimin e këtyre të dhënave.
Varësia pra sistemi MIS varet nga kompjuteri, ndërsa DSS nga administrimi, pra nga menaxhimi. Tek përdorimi, pra pse përdoret, konkretisht ku përdoren, përdorimi i MIS-it, pra këto sisteme të menaxhimit të informacionit përdoren më tepër në procesin e kontrollit, ndërsa DSS-ja përdoret në planifikim, rekrutimin e stafit apo në procesin e vendimarrjes. Përdoruesi, pra cili niveli përdoruesve mund të përdori MIS-in dhe cili DSS. MIS-i mund të përdoret nga përdoruesi të nivelit të mesëm, të nivelit të ulët, dhe në disa raste mund të përdoret nga drejtuesit e lartë, ndërsa DSS-ja përdoret nga analist, profesionist dhe menaxher. Një fokus tjetër pra që i bën të dallueshëm është sepse MIS-i përqendrohet në përpunim të informacionit, ndërkohë që DSS-ja pra në vendimarrje, mbështetje dhe në analizë. Pra këto ishin disa prej ndryshimeve kryesore për të kaluar tek sistemet të inteligjencës së biznesit. Vetë termi inteligjencë biznesi pra ka evoluar pikërisht nga sistemet e mbështetjes së vendimeve dhe ka fituar forcë pikërisht me teknologjinë dhe aplikacionet si depot të magazenet të dhënave, sistemet të informacionit ekzekutiv apo përpunimi analitik online. Dhe përmendim disa prej karakteristikave të këtyre sistemeve. Këto sisteme krijohen nga marrja e të dhënave apo informacionit për përdorim në vendimarrje. Këto sisteme konsiderojnë si një kombinim i aftësive, proceseve, teknologjive, aplikimeve apo praktikave. Sistemet mund të mendohen si një ndërthurje e një sër konceptesh dhe metodash të forcuara nga sistemet mbështetëse të bazuara në fakte. Është një zgjerim i sistemit të mbështetjes ekzekutive, pra ky lloj sistemi konsiderohet ndryshe sistemi i informacionit ekzekutiv, pra janë e njëjta gjë, ose sistemi të informacionit ekzekutiv. Gjithashtu këto sisteme mund të mbledhin, integrojnë, ruajnë, analizojnë dhe sigurojnë akses pra në informacionin e biznesit dhe mund të mendojnë gjithashtu si një mjedis në të cilin përdoruesit e biznesit marrin informacion të besueshëm, të sigurt, të qëndrueshëm, të kuptueshëm dhe lehtësisht të manipulueshëm, gjithashtu dhe informacionin në kohë. Mund të sigurojë gjithashtu njohuri të biznesit, që çojnë në vendimarrje më të mirë, pra të duhur, vendimarrje më të shpejtë dhe më të rëndësishme. Atëherë, kalojmë përfitimet që sjellin pikërisht këto sisteme. Pra, kemi procese tashmë, kemi nga aplikimi, pra përdorimi i këtyre sistemeve, kemi procese të përmirësuara të menaxhimit, tjetër planifikimi, kontrolli, matja apo aplikimi i ndryshimeve që sjell rritje të ardhrave dhe ulje të kostos. Pra këto pikërisht planifikimi, kontrolli, matja apo aplikimi i ndryshimeve ofrohen pikërisht nga ky sistem dhe që rezulton pikërisht në rritje të fitimit dhe në ulje të kostos. Çfarë sjell tjetër? Operacione të përmirësuara të biznesit, kemi tjetër zbulimi i gabimit, përpunimi porosive apo blerja, pra që sjellin rritje të ardhrave apo prokurimi, rritje të ardhrave dhe ulje të kostov. Si dhe parashikimi inteligjent i së ardhmes. Atëherë, për të kaluar tek aplikimet e inteligjencës së sistemit, duke përmendur këtu sistemet e mbështetjes ekzekutive. Atëherë, aplikimet e inteligjencës së biznesit nuk janë të kufizuara në menaxhimin e mesëm dhe mund të gjenden në të gjitha nivelet e organizatës, përfshirë këtu sistemet për menaxhimin e lartë. Menaxherët e lartë kanë nevojë, pra të nivelit të lartë, kanë nevojë për sisteme që adresojnë çështje strategjike apo tendencat afatgjata si në firmë, ashtu edhe në mjedisin e jashtëm. Ata mund të përqendrohen në pyetje të tilla se ose cilat do të jenë nivelet e punësimit në 5 vitet e ardhshme, pra cilat janë tendencat afatgjata të kostos së industrisë apo ku përshtatet firma jonë, cilat produkte mund të bëjmë në 5 vjet, cilat blerje të reja do të na mbronin nga lëkundjet ciklike të biznesit e kështu me radhë. Dhe janë pikërisht sistemet e mbështetjes ekzekutive, pra që i përgjigjen këtyre pyetjeve, ndihmojnë menaxhimin e lartë, pra ose menaxherin e lartë, nivelit e lartë që të marrë këto vendime. Pra ato adresojnë vendime jo rutinë, që kërkojnë një gjykim, vlerësim dhe njohuri, sepse nuk ka një procedurë të dakorduar për të arritur një zgjidhje. Pra nëse do të mund të përkufizonim ndryshe këto sisteme të mbështetjes ekzekutive,
Pra mund të t'i përkufizojmë si një software që i lejon përdoruesit që të shndërrojnë të dhënat e ndërmarrjes në raporte të shpejta të aksesueshme apo raporte të nivelit ekzekutiv, siç janë ato të përdorura në departamentet e faturimit, kontabilitetit apo rekrutimit të stafit. Pra, një sistem i tillë përmirëson vendimarrjen për drejtuesit ekzekutivët. Pra që quhen ndryshe. Këto sisteme paraqesin grafikët dhe të dhëna nga shumë burime përmes një ndërfaqeje që është e lehtë për të përdorur për menaxherët e nivelit të lartë. Dhe shpesh informacioni u dërgohet pikërisht ekzekutivit të lartë përmes një portali i cili përdor një ndërfaqe në internet për të paraqitur një përmbajtje të integruar dhe personalizuar biznesi. Këto sisteme janë krijuar për të përfshirë të dhëna për ngjarje të jashtme, siç janë ligjet e reja tatimore, konkurrentët, por gjithashtu të rrejshin dhe marrin informacion të përmbledhur nga misi dhe DSS të brendshme. Pra, inputet e DSS pra mund të jenë të dhënat, pra që gjenerohen nga misi dhe DSS të brendshme të kompanisë. Sistemet e suportit ekzekutiv gjithashtu filtrojnë, kompresojnë dhe gjurmojnë të dhënat kryesore, duke shfaqur të dhënat me rëndësi më të madhe për menaxherët e nivelit të lartë. Dhe gjithnjë e më shumë sistemet të tilla përfshin analiza të inteligjencës së biznesit, pra për të analizuar pikërisht tendencat për parashikimin apo aksesin e të dhënave në detaje. Dhe është dhënë një shembull si CEO i një nga prodhuesve më të mëdhenj të vitaminave apo suplementeve, Liner Health Products, me etiketë private në Shtetet e Bashkuara, pra ka një sistem pra të suportit ekzekutiv që ofron pikërisht në desktopin e tij një pamje pra pikërisht të performancës financiare të firmës, pra minut pas minuti pra ofrohet pikërisht një pamje pikërisht e kësaj performance financiare. Informacioni përparaqetet në formën e një digital dashboard, pra kjo do të paraqet në figur, i cili tregon në një ekran të vetëm grafikët e treguesve kryesor të performancës për administrimin, menaxhimin e një kompanie. Dhe kjo paraqitje grafike e këtyre treguesve kryesor të performancës ndihmon menaxherët që të zbulojnë shpejt ato zona që kanë nevojë për vëmendje pra në moment të caktuar. Dhe këtu kemi paraqitjen pra të një digital dashboard, pra një ndërfaqe të tillë, dashboard konkretisht i shitjeve, ku kemi shitjet përballë shpenzimeve, porosit, çmimet e stokut, apo shitjet duke u bazuar në zona të ndryshme. Në Amerikë, në Veriu të Jugut, Europë, apo pjesa tjetër e botës. Për të kaluar tek avantazhet që ofrojnë pikërisht këto sisteme, atëherë këto sisteme janë të lehta për të përdorur nga ekzekutiv të nivelit të lartë, kanë aftësi të lartë për të analizuar trendet, kemi një shtim të aftësive drejtuese të menaxherëve, gjithashtu përmirëson të menduarin personal si dhe procesin e vendimarrjes, kemi një rritje të konkurrencës organizative në treg, është konsiderohet si sistem më i mirë i raportimit, redukton kohën për gjetjen e informacionit, gjithashtu kemi një identifikim të hershëm përmjet këtyre sistemeve të performancës së kompanisë, kemi menaxhim të kohës dhe rritje e kapacitetit apo e cilësisë së komunikimit. Dhe disa prej disavantazheve të këtyre sistemeve është sepse mund të kenë funksione të limituara, mund të jenë të vështira për të matur përfitimet, ekzekutivi mund të hasë në një ngarkesë të informacionit, sistemi gjithashtu mund të ngadalësohet, mund të jetë e vështirë për të mbajtur të dhënat aktuale, mund të çojë në të dhëna më pak të besueshme apo të pasigurta, dhe mund të konsiderohet si një kosto e tepërt për kompani të përmasave të vogla. Për të kaluar tek sistemet të cilat mundësojnë një lidhje ose bashkim të funksioneve të ndërmarrjes me njëra tjetrën, kemi aplikime, pra konsiderojnë ndryshe këto sisteme si aplikimet e ndërmarrjes, pra marrje të gjitha llojeve të ndryshme të sistemeve në një kompani për të punuar së bashku, pra kjo provon një sfidë të madhe për vetë kompaninë. Dhe ekzistojnë disa zgjidhje për këtë problem. Një zgjidhje është pikërisht zbatimi i aplikacioneve të ndërmarrjes, të cilat janë sisteme të cilat përfshin fushat funksionale, përqendrohen në ekzekutimin e proceseve të biznesit në të gjithë
firmën e biznesit dhe përfshin të gjitha nivelet e menaxhimit. Këto aplikime ndihmojnë bizneset që të bëhen më fleksibël, më produktiv, duke koordinuar më afër proceset e biznesit të tyre dhe duke integruar grupe të proceseve, në mënyrë që ata të përqendrohen në menaxhimin efikas të burimeve, si dhe në shërbimin ndaj klientit. Dhe ekzistojnë rreth 4 aplikime kryesore të ndërmarrjeve, për të shikojmë në një figurë të tillë, ku Atëherë kemi sistemet e ndërmarrjes, sistemet e menaxhimit të sinqerit të furnizimit, pra i kemi këtej, që janë të lidhura me furnizuesit apo partnerët e biznesit. Kemi sistemet e menaxhimit të marrëdhënieve me klientët, të lidhur me distributorët apo klientët. Kemi dhe sistemin e menaxhimit të njohurive. Pra secili prej këtyre aplikacioneve të ndërmarrjeve integron një grup të lidhur me funksione dhe procese biznesi, pra procese të ndryshme biznesi, për të përmirësuar performancën e organizatës në tërësi. Dhe këtu, pra poshtë kemi të paraqitur dhe fushat funksionale, pra 4 fusha funksionale, shitje dhe marketing, prodhim, financë, kontabilitet dhe burimet njerëzore. Pra paraqisim në këtë foto një arkitekturë, pra arkitekturë përgjithshme e aplikimeve të ndërmarrjes. Atëherë, pra një arkitekturë, pra thamë që përfshim proceset, pra që shtrihen në të gjithë, pra organizatën. Thamë duke shtrirë dhe për te organizatës, pra te klientët furnitorë, pra klientët furnitorë dhe partnerët të tjerë të biznesit. Pra, aplikimet e ndërmarrjes automatizojnë, pra si përfundim, automatizojnë proceset që përfshin funksionet e shumta biznesi dhe nivele organizative dhe që mund të shtrihen dhe jashtë pra organizatës. Pra firmat përdorin këto sisteme të ndërmarrjeve të quajtura ndryshe si sisteme të planifikimit të burimeve të ndërmarrjes për të integruar proceset e biznesit në prodhim, financë, kontabilitet, shitje, marketing, si dhe në burimet njerëzore në një sistem të vetëm software-i. Atëherë, informacioni që më parë ishte i fragmentuar në shumë sisteme të ndryshme ruhet në një depë të madhe gjithë përfshirëse të dhënave, magazin të madhe të dhënave, ku mund të përdoret nga pjesë të ndryshme, pra nga shumë pjesë të ndryshme të biznesit. Për shembull, kur një klient bën një porosi, të dhënat e porosisë rrjedhin automatikisht në pjesë të tjera të kompanisë që lidhen pikërisht me këtë porosi. Transaksioni i porosisë aktivizon magazinën pikërisht që të zgjedh produktet e porositura dhe të programoj transportin. Magazina informon fabrikën për të plotësuar pra gjithçka që është zbrazur tashmë. Departamenti i kontabilitetit njoftohet për t'i dërguar klientit një faturë, ndërsa përfaqësuesit e shërbimit të klientit gjurmojnë pikërisht progresin e porosisë, hap pas hapi, për të informuar kështu klientët për gjendjen e porosive të tyre. Menaxherët janë në gjendje që të përdorin informacionin e plotë të firmës për të marrë vendime më të sakta dhe në kohë në lidhje me operacione ditore apo planifikimin afatgjatë. Pra, këto sistemet e planifikimit të burimeve të ndërmarrjes konsiderohen si aplikime ndërmarrje të integruara në kohë reale apo ndërfunksionale, një strukturë transaksionesh në të gjithë ndërmarrjen, pra që mbështet të gjitha proceset e brendshme të biznesit të një kompanie. Pra mbështet të gjitha proceset themelore të biznesit, të tilla si përpunimi i porosisë së shitjes, menaxhimi, kontrolli i inventarit, planifikimi i prodhimit dhe shpërndarjes apo financa. Pra kemi sistemin ERP në qendër, pra financa, burime njerëzore, menaxhimi logjistikës, menaxhimi mirëmbajtjes, shitje dhe shpërndarjet, menaxhimi i cilësisë, menaxhimi i materialeve, prodhimi, planifikimi operacional apo strategjik. Pra përfshin këto procese kryesore. Atëherë, ERP-ja pra shumë e dobishme në fushat e tilla, integrimi i biznesit apo updatimi, azhurnimi automatizuar i të dhënave, lidhja midis të gjitha proceseve themelore të biznesit, si dhe rrjedhës së lehtë të integrimit, fleksibiliteti në operacionet e biznesit, analiza dhe aftësi më të mira planifikimi në vendimmarrje kryesore,
pra mund të konsiderohet si avantazh konkurrues apo përdorimi i teknologjive të fundit. Pra konsiderojmë këtu fushat kryesore të ERP-s, pra planifikimi të burimeve të ndërmarrjes. Në të këtyre sistemeve përfshin financën, logjistikën, burimet njerëzore, sinqerinë e furnizimit dhe rrjedhja e punës. Pra tek financa përfshin kontabiliteti financiar, menaxherial, menaxhimi i thesarit, pasurive, kontrolli i buxhetit, kostoja dhe kontrolli i ndërmarrjes. Tek logjistika mund të përfshin planifikimi i prodhimit, menaxhimi i materialit, mirëmbajtja e fabrikës apo pajisjeve, menaxhimi i projektit apo menaxhimi i ngjarjeve. Te burimet njerëzore, pra kemi menaxhimin e personelit, trajnimi apo zhvillimi. Zinxhiri i furnizimit përfshin kontrollin, pra këtu kontrollin e inventarit, kontrolli i blerjeve apo porosive, skedulimi i furnizuesit, planifikimi e të tjerë, dhe rrjedhja e punës, pra integrimi i gjithë organizatës me caktimin fleksibël të detyrave apo përgjegjësive në vendet apo pozicionet e ndryshme të punës. Atëherë, firmat përdorin sistemet, pra kalojmë këtu tek një përkufizim tjetër, tek sistemet e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit. Pra firmat përdorin këto sisteme për të ndihmuar në menaxhimin e marrëdhënieve me furnizuesit. Pra ndryshe, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit është koordinim sistematik apo strategjik i funksioneve dhe taktikave tradicionale të biznesit në të gjitha funksionet e biznesit, si brenda një kompanie të caktuar, ashtu edhe përmes bizneseve brenda zinxhirit të furnizimit. Dhe të gjitha këto janë të koordinuara për të përmirësuar performancën afatgjatë të kompanive individuale, si dhe zinxhirin e furnizimit në tërësi. Pra, këto sisteme ndihmojnë furnitorët, firmat blerëse, distributorët apo kompanitë logjistike të ndajnë informacione për porositë, prodhimin, nivelet e inventarit apo shpërndarjen e produkteve dhe shërbimeve në mënyrë që ata të mund të prodhojnë apo ofrojnë mallra dhe shërbime në mënyrë të efektive. Pra qëllimi është marrja e sasisë së duhur të produkteve nga burimi i tyre në pikën e tyre të konsumit në një kohë më të shkurtër. Pra, apo me kosto më të ulët. Pra kemi një ulje të kostos si qëllim pikërisht e këtyre sistemeve, ulja e kostos, si dhe konsumi i produkteve por për një kohë më të shkurtër. Pra, marrja e sasisë së duhur të produktit. Këto sisteme rrisin në përfitimin e firmës duke ulur kostot e lëvizjes të prodhimit të produkteve, duke u mundësuar menaxherëve të marrin vendime më të mira rreth mënyrës se si të organizojnë apo se si të planifikojnë burimet, prodhimin dhe shpërndarje. Sistemet e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit janë një lloj sistemi ndërorganizues, sepse automatizojnë rrjedhën e informacionit përtej kufive organizativ. Menaxhimi pra i zinxhirit të furnizimit, pra përfshin, dizenjim, planifikim, ekzekutimi, kontrolli, monitorimi i aktiviteteve të zinxhirit të furnizimit me qëllim krijimin e vlerës neto, ndërtimin e një infrastrukture konkurruese, shfrytësimin e logjistikës në të gjithë botën, sinkronizimin e furnizimit me kërkesë si dhe matjen e performancës në nivel global. Pra, këto sisteme konsiston në menaxhim të operacioneve, logjistik, prokurim, teknologji, informacioni apo operacione të integruara të biznesit. Pra objektivat e thamë ulje e kostos, por konkretisht ulje e kostos të inventarit apo e kostos të përgjithshme të prodhimit dhe përmirësimi i përmbushja ose plotësimi i kënaqësisë së klientit. Proceset e këtyre sistemeve, pra të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, pra përfshin menaxhimin e marrëdhënieve me konsumatorët, menaxhimi i shërbimit të konsumatorëve, menaxhimi i kërkesave, i rrjedhjes së prodhimit, prokurimit, menaxhimi i fitimit, përmbushja e porosisë së klientit apo zhvillimi i produkteve dhe komercializimi. Atëherë, pra këtu përfshim pra tek menaxhimi i zinxhirit të furnizimit, pra menaxhimi i furnizuesve, menaxhimi i inventarit, menaxhimi i shpërndarjes, atëherë channel management, pra përfshin procesin ku kompania zhvillon teknika të ndryshme marketingu apo strategji shitje për të arritur në bazën të gjithë të mundshme të klientit.
menaxhimi i pagës, menaxhimi financiare, Salesforce management, pra është një lloj nën sistemi menaxhimit marketingut, është menaxhimi i shitjeve që përkthen planin e marketingut në performancë të marketingut. Për të kaluar atëherë tek sistemet e tjera, që janë sistemet pikërisht të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët, pra firmat përdorin këto sisteme për të ndihmuar menaxhimin e marrëdhënieve të tyre me klientët e tyre. Pra këto sisteme konsiderohen si një modul i aplikimit të ndërmarrjes që administron bashkëveprimet e një kompanie me klientët e tanishëm apo me klientët e ardhshëm, duke organizuar dhe koordinuar, duke shitur dhe reklamuar dhe duke siguruar shërbime më të mira të klientit së bashku me suportin teknik. Atëherë, menaxhimi i marrëdhënieve me klientët është një strategji gjithëpërfshirëse dhe proces i blerjes, mbështetjes apo partneritetit me klient selektiv për të krijuar vlera superiore për kompaninë dhe për klientin. Ai përfshin integrimin e marketingut, të shitjeve, shërbimit ndaj klientit dhe funksionet e zinxhirit të furnizimit të organizatës për të arritur efikasitet dhe efektivitet më të madh në dhënien e vlerës së klientit. Përpse, pra edhe një herë, pra këto sisteme, çfarë bëjnë? Pra në mënyrë të përmbledhur, këto lloj sistemesh sigurojnë informacion për të koordinuar të gjitha proceset e biznesit, që merren konkretisht me klientët në shitje, marketing apo shërbim për të optimizuar të ardhurat në kënaqësinë e klientit apo ruajtjen e klientit, pra mbajtja e kontakteve të tyre. Dhe ky informacion ndihmon firmat të identifikojnë, të tërheqin dhe mbajnë klientët më fitimprurës, apo të sigurojnë shërbimin më të mirë për klientët ekzistues, apo të rrisin shitjet. Dhe pse mund të përzjedhin pra pikërisht firmat për të përdorur këto sisteme? Pse? Sepse mund të jenë duke përdorur këto sisteme, kompanitë mund të jenë më të informuar në lidhje me klientët e tanishëm apo të ardhshëm, për të qenë më tepër për të identifikuar dhe synuar klientët më të mirë, për të njoftuar klientët në lidhje me produktet ekzistuese apo me produktet dhe shërbimet e reja, të mund të sigurojnë shërbime në kohë reale apo të personalizuara bazuar në nevojat dhe zakonet e klientëve ekzistues, për të ofruar shërbim të lartë dhe përvojë të qëndrueshme ndaj klientit dhe për të zbatuar një sistem feedbacku. Disa prej avantazheve dhe disavantazheve të sistemeve të menaxhimit, pra të marrëdhënieve me klientët, disa prej avantazheve, pra në mënyrë të përmbledhur, pra ofron një shërbim më të mirë ndaj klientit, rrit të ardhurat, zbulon klient të rinj, shitja e produkteve bëhet në mënyrë më efektive, ndihmon stafin, shitjeve të mbyllin marrëveshjet më shpejt, bën më efikase qendrat e thirrjeve apo thjeshton proceset e marketingut dhe shitjes. Disa avantazhe mbeten kostot e shpenzimeve, humbja e rekordeve mund të jetë gjithashtu një problem i madh në këto sisteme, apo trajnimet e punonjësve që mund të jenë çështjenor për organizatat e vogla, pra që mund të kushtojnë. Për të kaluar tek sistemet e menaxhimit të njohurive, një sistem menaxhimi të njohurive nuk është rënjësisht i ndryshëm nga të gjitha këto sistemet që ne kemi përmendur, sisteme informacioni, por është thjesht një zgjerim i sistemeve ekzistues duke asimiluar më shumë informacion. Pra siç kemi parë deri tani, ne kemi konceptuar të dhënat si fakte të papërpunuara, informacionet si të dhënat të përpunuara apo të dhënat të interpretuara, ndërsa njohuritë mund të jenë informacion mund të përkufizojnë si informacion i personalizuar. Disa firma performojnë më mirë se të tjerat sepse kanë njohuri më të mira se si të krijojnë, se si të prodhojnë apo ofrojnë produkte dhe shërbime. Kjo njohuri e fortë është e vështirë për të imituar, është unike dhe mund të shfrytëzohet në përfitime strategjike afatgjata. Sistemet e menaxhimit të njohurive u mundësojnë organizatave që të menaxhojnë më mirë proceset për tërheqjen dhe aplikimin e njohurive apo ekspertizës. Këto sisteme mbledhin të gjitha njohuritë si dhe përvojën përkatëse në firmë dhe e bëjnë ato të disponueshme kudo dhe kurdo, pra që është e nevojshme për të përmirësuar proceset e biznesit si dhe vendimet e menaxhimit. Ata gjithashtu lidhin firmën me burimet e jashtme të njohurive. Por konkretisht çfarë është njohuria? Atëherë, informacionet të personalizuara, pra mund të konsiderohen si njohuri, mund të konsiderohet një proces i aplikimit të ekspertizës,
mund të konsiderohet si një kusht i aksesit ose i qasjes në informacion, ose gjendja e njohjes ose të perceptuarit apo kuptuarit. Burimet e njohurive të një organizate si burim njohurish mund të konsiderohen intranetet, magazinat e të dhënave, prandetet e të dhënave apo të njohurive, mjetet tulset e mbështetjes së vendimeve, grupet për mbështetjen e bashkëpunimit, apo rrjetet e punonjësve të njohurive, në së fundmi dhe ekspertizat e brendshme, pra mund të konsiderohen si burime të njohurive. Brenda një organizate. Pra, nëse do të mund të përkufizonim edhe një herë sistemet e menaxhimit të njohurive. Atëherë një sistem i tillë përfshin një gamë të praktikave të përdorura në një organizat për të identifikuar, për të krijuar apo përfaqësuar apo shpërndar dhe mundësuar pikërisht adoptimin për njohuri dhe përvojë. Disa prej qëllimeve të sistemeve të tilla atëherë përfshin performancën e përmirësuar, apantazhi konkurrues, risia, ndarja e njohurive apo integrimi. Përmirësimi i vazhdueshëm nga strategjia e drejtimit, nga fillimi i linjave të reja të biznesit, pra hapja e këtyre linjave të reja, zgjidhja e problemeve në mënyrë më të shpejtë, zhvillimi i aftësive profesionale apo rekrutimi dhe mbajtja e talenteve. Dhe me këto informacione atëherë ne mbyllim pikërisht llojet e sistemeve të informacionit për të kaluar më pas tek pjesa e tretë e leksionit,